Përshëndetje, le të interpretojmë së bashku panoramën e vitit 2026, binjakët. Binjakët në janar. Në janar është figura e perandoreshës, kalorësi i shkopimve, bota dhe vendosmëria. Çfarë nënkuptojmë ne me këto karta? Në qendër flet perandoresha për një muaj ku krijimtaria, feminiteti, kujdesi për veten dhe bollëku emocional ose material vihen në plan të parë. Karta e verdhë me nënshkrimin e vendosmërisë e thekson që për të korrur frytet e kësaj energjie duhet vendosmëri. Pra, jo thjesht të ndërosh, por të kultivosh një projekt apo marrëdhënie apo ide derisa të lullëzojë. Kalorësi i shkopimve tregon për impulse të forta, lëvizje, aventura, udhëtime, ndryshime pune apo një histori pasionante që ndizet shpejt. Janari do të sjellë shumë zjarr dhe entuziazëm, por këshilla është të mos ndigjeni nga nxitimi dhe të mos sjell shumë zjarr dhe entuziazëm, se pastaj e shpërndani veten në shumë drejtime njëherësh, pra sikur përhumbeni. Bota flet për mbyllje të suksesshme të një kapitulli apo të një ndjenje, domethënë sikur diçka është përmbushur, diçka e rëndësishme, e cila hap derën për një fazë krejt të re, më të pjekur dhe më të sigurt në vetvete. Pra flitet për lëvizje, udhëtime ose njohje të reja që janë pasionante. Rëndësi ka të mos ndigjeni në flakën e momentit, sepse një cikël me patjetër do të mbyllet. Në shkurt kemi 2 shpatat, kalorësi i shpatave, 10 shpatat dhe refuzimi, rejection. Atëherë muaj i shkurt duket si muaj që ka kthesa të forta mendore dhe emocionale, ku një jo ose një mbyllje ju çliron nga një situatë e lodhshme, edhe pse në moment mund t'ju dhëmb. 2 shpatat tregon hezitim, bllokim mendor edhe vështirësi për të marrë një vendim, sikur zemra dhe mendja të mos bien dakord. Refuzimi e thekson që dikush nuk ju jep atë që prisni, ose ju duhet të thoni jo ndaj diçkaje që nuk ju bën mirë. Kalorësi i shpatave është energji e komunikimit të drejtë për drejtë, pra një bisedë apo një përballje ku e vërteta do të thuhet pa filtra, pa maska, pa doreza. Dhe ju këshillohet të mos reagoni vetëm nga nervat, që është karta e 10 shpatave, që flet edhe për një fund të lodhshëm, por në fakt është çlirues, edhe pse mund t'ju duket i rëndë. Kjo kartë tregon se prej këtu nis edhe shërimi. Në shkurt mund të përballeni me një refuzim, me një ndarje, me një ndryshim kontrate ose realizim që dikush ose një situatë nuk është për ju. Duhet merrni një vendim të kthjellët dhe të mos e shtyni më atë që keni ditur prej kohësh. Në muajin mars flet ka kartat 8 shpata, ka asin e monedhave, 6 kupat dhe kreativitetin. Çfarë na flet muaji mars? Muaji mars me 8 shpatat tregon bllokim mendor, ndjesinë se nuk keni zgjidhje ose se rrethanat ju kufizojnë, por në fakt prangat janë mendore, janë psikologjike. Karta e kreativitetit ju fton të përdorni krijimtarinë si çelës për lirimin, si monedhave, një fillim i ri në punë, financa apo një projekt i paguar,
Marsi mund të sjellë një farë të re që nëse e mbillni dhe e punoni, ju sjell stabilitet afatgjatë. Kjo nënkuptohet edhe për marrëdhëniet, sepse Six of Cups, 6 kupat, flet për rikthime nga e kaluara, nostalgji, kujtime të dashura për ju. Diçka ose dikush nga e shkuara mund të zbusë atë frikën tuaj dhe t'ju rikthej butësinë e munguar. Pranojeni një mundësi të mirë pune, financash, edhe nëse ndjeni të pasigurt. Krijimtaria ju ndihmon të çlironi mendjen, e kaluara mund të trokasë, por këtë herë ju jeni më të fortë. Në prill, muaji prill ka 6 monedhat, 9 shpatat, 2 shpatat dhe frustrimin. Në muajin prill me 6 monedhat flitet për ekuilibër energjish, dhënie, marrje, ndihmë financiare, ndihmë emocionale. Dhe karta frustrim tregon se mund të ndiheni sikur jepni më shumë se merrni, ose dikush tjetër ka kontrollin. 9 shpatat janë net pa gjumë, janë frikëras, kenar dramatik në mendje. Shqetësimet mund të lidhen me para, për siguri ose për marrëdhënie, po me 2 shpatat, me bllokim, hezitim për të parë të vërtetën, ju mund të jeni mes 2 opsioneve dhe duhet vendosni kufi dhe mos sakrifikoni tepër duke pritur për mirënjohje. Një vendim i shtyrë është kjo zemra e frustrimit. Pra sa më shpejt ta merrni, aq më shpejt do të qetësoheni. Në muajin maj kemi mbretin e kupave, 5 kupat dhe 6 shkopinj dhe disruption, përçarje. Okej. Në muajin maj, mbreti i kupave. Mbreti i kupave flet për stabilitet emocional, por karta e disruption, shkatërimit, përçarjes, tregon një ngjarje që e tund këtë stabilitet. 5 kupat tregon trishtim, humbje, fokus tek ajo që nuk funksionoi. Maji mund të sjellë një zhgënjim emocional. 6 shkopinjt, kartë triumfi, vlerësimi, dhe momenti ku ju e ngrini kokën lart. Ai situatë emocionale mund të prishet, duke ju detyruar të rriteni. Mos u fokusoni vetëm te ajo që humbët. Në fund të muajit vjen një fitore ose një vlerësim, gjithsesi. Në muajin qershor kemi asin e shkopinjve, 9 kupat, të dashuruarit, happiness, lumturi. Okej, Bokor, muaji qershor. Muaji qershor, asi i shkopinjve, flet për një fillim të ri, plot zjarr, pasion, frymëzim, projekt i ri, romancë, që ndizet ose rikthen energjinë tuaj në jetën tuaj. Asi i shkopinjve flet edhe për fillim ose fillim në një projekti të ri ose frymëzim për një romancë që ka rikthim në jetën tuaj. Po me 9 kupat mund të sjellë edhe një arritje personale ose një arritje emocionale, ose mund t'jetë edhe materiale që ju bën të thoni, po, ja vleti pritja, ura! Ndaj lejojeni veten të shijoj këtë moment pa u vetë sabotuar. The Lovers, të dashuruarit, tregon për një lidhje potencialisht shumë të rëndësishme romantike, ose një vendim ku duhet të ndiqni zemrën duke qenë të ndershëm me veten, por edhe me personin tjetër gjithashtu. Në korrik kemi mbretëreshën e kupave, kullën, hëna dhe sadness, trishtim. Kaluam nga lumturia në trishtim, janë pjesë e jetës. S'mund të bëjnë dot pa njëra tjetrën. Në korrik, karta e trishtimit tregon se kjo mbretëresha e kupave ka një ndjenjë të brendshme
e cila prek një fazë mallëngjimi, lotësh, ose ndjesie boshllëku. Ndoshta keni nevojë të qani, diçka që ka kohë që ju dhëmb, ndoshta keni një dëshirë për të qartë që ta lironi, ta çlironi, ta nxirni nga vetja. Por The Tower, kulla, një nga kartat më të fuqishme, tregon që kjo ngjarje, domethënë tregon një ngjarje të papritur. Kulla mund të jetë një zbulim, prishje e një strukture që e mendonit, oh, ajo është shumë e sigurt. Ajo nuk qen ka e sigurt nëse ndodh kulla. E kjo mund të jetë një bisedë, mund të jetë një bisedë e fortë, një ndarje, një lajm ose një realizim i papritur që ju shkund ju, duke ju detyruar të shihni të vërtetën pa maska. Dhe Moon, hëna, flet për dyshime, sekrete, konfuzion, ëndra të forta, frikëra të brendshme, por edhe një intuit shumë e fuqishme që flet përmes shenjave, një iluzion që shembet, por ky do të jetë çlirimi për ju. Muaji gusht, kemi yllin, kemi asin e kupave, kemi 7 shpatat dhe frikën. Muaji gusht, ylli është një kartë shprese dhe shërimi gjithashtu. Por frika, pra me kartën e orakullit frik, ju pengon t'i besoni plotësisht dritës së yllit. Karta e frikës tregon se megjithse rruga është premtuese, frika e brendshme nga zhgënjimi, tradhtia, ekspozimi emocional ju bën të hezitoni të besoni plotësisht kësaj drite. Asi kupave sjell një ofertë emocionale shumë të pastër, një person i ri, një deklarim, ose mund të jetë edhe një pajtim, ose një projekt që ju mbush shpirtin. Çelësi është ta lejoni veten të ndjej, se 7 shpatat mund të jetë strategji, mund të tregoj strategjinë ose frikën tuaj se mos zhgënjeheni sërish, ose tundimin për të mos qenë plotësisht të sinqertë për ndjenjat apo për planet tuaja, duke i mbajtur gjërat nën radar, si të themi, po për t'u mbrojtur. Pra, frika e vogël nuk duhet t'ju ndajë nga shërimi. Këtë do të thoja unë për muajin gusht. Muaji shtator me mbretëreshën e monedhave, kryepriftëreshën, vdekjen dhe idejimin, më lë të kuptoj që mbretëresha e monedhave është një figurë praktike, shumë ide ka rreth punës, parave dhe strukturës së jetës, edhe këto ju qarkullojnë në përmendje këto ide. Kartat sigurojnë që duhet i zgjidhni ato që ndihen me të vërteta edhe në intuitën tuaj, jo vetëm ato që janë më të sigurta në letër, sepse kryepriftëresha flet për dije të brendshme, sekrete ose gjëra që nuk janë ende gati të dalin në sipërfaqe, por ju i ndjeni ato, i ndjeni. Disa gjëra duhen inkubuar në heshtje derisa të piqen. Vdekja, kjo kartë nuk flet vetëm për vdekje fizike, po për një fund të qartë në shumicën e rasteve dhe të pakthyeshëm, pra një cikël, mënyrë jetese, marrëdhënie ose identitet personal që po mbyllet, ka marrë fund. Ky fund ju jep hapësirë për një rilindje shumë më të shëndetshme, pragmatike dhe toksore me mbretëreshën e monedhave, duke ju çliruar nga diçka që ka kohë që ka përfunduar në nivel energjie. Mund të thoja, punoni në heshtje, lejojeni transformimin që të ndodh. Tetori. Në muajin tetor kemi 10 kupat, gjykimin, perandoreshën dhe vetëdije.
Tetori është shumë i bukur emocionalisht. 10 kupat tregon për një lumturi familjare, ndjenja e përmbushjes, bashkim zemrash ose vizion të qartë për jetën që dëshironi të ndërtoni. Gjykimi flet për zgjim shpirtëror dhe vendime të mëdha, ndërsa Perandoresha sjell krijimtari, bollëk, energji femërore shumë të fuqishme. Po dhe karta e vetdijes tregon se bëheni shumë të vetëdijshëm për atë që ju bën realisht të lumtur dhe filloni të zgjidhni me zemër dhe ndërgjegjje. Por Perandoresha gjithashtu mund të jetë edhe një figurë e rëndësishme dhe e respektuar nga ju, e cila ka rol kyç në këtë qasje të vërtetësisë, do thoja për muajin tetor. Nëntor. Në nëntor kemi 5 shkopinjt, 2 monedhat në të kundërt, 2 shkopinjt dhe iluminimi. Në nëntori sjell pak tension dhe gara. 5 of Wands, 5 shkopinjt tregon konflikte, konkurrencë apo energji të shpërndara, ndërsa 2 monedhat në të kundërt tregon vështirësi në balancimin e kohës, ose vështirësi në balancimin e parave, ose vështirësi në balancimin e prioriteteve. Me 2 shkopinjt dhe kartën e iluminimit që është ndriçim, tregojnë që se me gjithë këtë zhurmë ju fitoni një vizion shumë të qartë për të ardhmen, shikoni larg me 2 shkopinjt, planifikoni, lini pas kaosin dhe zgjidhni 2-3 gjëra kryesore ku dëshironi të fokusoheni domethënë në energjinë për në 2027, pra bëni plane për vitin tjetër, më së shumti. Në dhjetor kemi kalorësin e shpatave, shumë vrull, kemi 8 shpatat, 4 kupat dhe strength nga Prism Oracle. Dhjetori. Me kalorësin e shpatave, është energjia e komunikimit të drejtë për drejtë, bisedave të forta, vendimeve impulsive dhe përplasjeve me fjalë. Mund të sjellë një lajm, ky kalorës i shpatave mund të jetë një bisedë apo një përballje ku e vërteta thuhet pa filtra. Mund të jetë edhe pak e nxituar, do thoja. Kujdes të mos reagoni vetëm nga nervat e acaruara, por të mendoni në mënyrë strategjike para se të flisni ose para se të prisni diçka. 8 shpatat flet se nga ky burgu psikologjik ju bashkangjitet edhe 4 kupat që tregon mërzi, pesimizëm dhe hezitim për të pranuar një ofertë. Por me kartën e Prism Oracle Strength, kolonat, ju kujton se keni forcën e brendshme për të çliruar veten nëse besoni më shumë te guximi juaj sesa te frika. Muaji më i mirë duket se është qershori dhe tetori, do thoja unë, ka karta shumë pozitive. Sfidues duket si më tepër muaj i shkurt, goxha sfidë në muajin e shkurt. Dhe muaj korrik, ku ka një trishtim shumë emocional aty, shumë energji femërore, do thoja unë, zbulohet diçka, një iluzion që nuk e di, është goxha tronditës, ka ndjenja trishtimi, por mos harroni, gjithçka është kalimtare, nuk do të qëndrojë aty për gjithmonë, as ne nuk do të jetojmë për gjithmonë. Unë ju uroj gëzuar festat dhe paçim.